Miqtë e gazetës Infokus, kam kënaqësinë që edhe kësaj here me pas të ftuar një kandidate për deputete natyrisht të kuvendit të Kosovës. Një emër i njohur edhe për punën edhe për angazhimin e saj në jetën politike dhe publike. E kam ftuar Eliza Hoxhën. Eliza, faleminderit që ke ardhur në Infokus. Faleminderit juve, kënaqësi. Për çudinë time dhe të stafit, nuk ishe qenë më herët në asnjë prej emisioneve tona. Se di pse ka ndodhur, se di. Kështu që Ftesa s'kom pas, po gjithmonë ekziston një moment për me qenë bashkë. Kështu që faleminderit jemi shumë. shumë aktiv. Unë e di që e kemi përcjell jashtëzakonisht punën e juaj, sidomos këto të fundit që më kanë lënë përshtypje jashtëzakonisht të madhe me organizimin e protestave për mbrojtjen e krerëve të UÇK-s. Jashtë skenarit, po du me nisë me këtë pjesë. Okej. Se që ka kanë, si themi, ndoshta edhe organizimi edhe çështja që na ka bën me uni krenar gjithë neve, mas një periudhë kur menum që i harrum ata njerëz të cilët përfaqësojnë vlerën më sublime të asaj që kemi sot. Faleminderit shumë. Gjithmonë në rikthimin vëmendje për ato se çfarë qëndrojmë ne si popull, cilat janë vlerat tona të përbashkëta, për cilat një shoqëri duhet të ketë një konsenzus edhe nëse nuk mendon njësoj. Mendoj që është tepër e rëndësishme, jo vetëm në raport me luftën e ushtrisë shlimtare të Kosovës, e cila është njëra nga ato shtylla dhe nga ato vlera, por për disa vlera të cilat e shtresojnë edhe identitetin tonë kombëtar, edhe historik edhe politik. Pa një pajtueshmëri në raport me këto vlera, mendoj që shoqënia kosovare ka me degradu tutje në polarizim, në zemrim, edhe në papajtueshmëri, dhe ushqimi i kësaj klime, mendoj që e çon dëm edhe popullin e Kosovës, po edhe vetë shtetin e Kosovës. Prandaj, Liria ka emër ka nisë si ide fillimisht me Ismailin, me Burbuqe Berishën, të ndjerën, edhe me disa kolegë tonë të tjerë nga skena artit dhe kulturës, për të nisë me mbledh materiale të ushtarëve, të dikurshëm të ushtrisë që janë gjallë, që kanë çka me na tregu, se jo gjithë secilit kemi arrit me janë dëgju rrëfimin dhe përjetimin. Dhe këto eksperienca të mbyllura brenda shtëpive ose brenda grupeve të caktuara e kemi menduar që duhet me dalë jashtë dhe me u arkivu fillimisht, edhe me qenë aty mandej me u nda me gjenerata të reja. Dhe ideja ka qenë çai thot një 20 vjeçar i dikurshëm, 20 vjeçari të sotëm, të pas luftës. Edhe kështu kemi një serin, besoj e keni pa një seri e rrëfimeve të ushtarëve të UÇK-s që ka nisë fillimisht me Liria ka emër, pastaj ka qenë një tjetër projekt që kemi pas vazhdu me buqën, po që s'ka arrit me u kry, ka qenë ushtarë të UÇK-s që janë artista, disa i njohim Lirakun, Fisin, po jo të tjerët, e të cilat asnjëherë nuk flasin për këtë pjesë. Edhe kemi dashur me shpalos krejt dimensionet se atyne djemve qikave të reja që dikur i kanë kapërcy ëndrat e veta personale për një ëndër më të madhe që është Liria, për me i sjell në fokus për rininë e sodit. Çka nuk kupton me qenë gati, çka nuk kupton me kapërcy veten për me mbrojt vendin tonë edhe për me ndru një ëndër më të madhe, e cila duket e pabesueshme, po kur buhen bashkë do njerëz të vullnetit të mirë dhe me ideal, nuk është e pamundur, sepse rrugët gjen shumë alat. Prej perspektivës të asaj kohe, Eliz, është gati edhe pamundshme. Pajtohem A kemi shumë. një hak që ty në njerëzve, kur i sheh, kur i takon, kur flet me ta. Menoj Sa është e rënë kjo gjykimi për pajena politike, kur menoj që më shumë sa që i kemi dal hakësh këtyne kategorive, i kemi gjyku. I kemi la anash, edhe nështë nuk ja kena dha që të hak çfarë një mënu një grup i vogël i njerëzve. Mendoj që ka shumë shtresime dhe mendime. E para, ndoshta duke mos qenë shtet, se nuk guxojmë me harru, domethënë nuk mujmë me paketu këtë fjalin e famshme 20 vjet. Kosova është bërë shtet në 2008, që nuk kupton 9 vite pas luftës, domethënë ne s'kemi marrë vendime për veten, kanë qenë edhe nëse kemi marrë kanë qenë të strukturuar në nivel lokal, por vendimarrja ka qenë në 4 shtyllat e kohës së udhëheqjes së Mikut me aktorë ndërkombëtar që kanë vendosur, domethënë qoftë OSBE-ja, qoftë Agjencioni Evropian për Rikonstruim dhe Zhvillim, qoftë Unmiku në 2 shtyllat e tjera, domethënë që i kanë shty përpara proceset, por që njerëzit lokal kanë punu, por nuk kanë marrë vendime 100%, sepse kanë qenë kompetenca, si ta them, shared competencies, të ndara midis aktorëve ndërkombëtar dhe aktorëve vendor.
Dhe në këtë rrugtim, plot gjana që kanë ndodhur, ndoshta nuk kanë shku deri në fund si procese, sepse shikoni në çdo kontekst pas luftës ka një proces të gjatë të drejtësisë tranzicionale. Që pjesë e kuptoj, Eliz, po e kam hallin jo ndoshta si mekanizma shtetëror, si mbështetje financiare. Më intereson më shumë që kjo dimensioni shoqëror, po. Dimensioni shoqëror. Aty po du me dojë. A dim, a jemi popull që kemi qëtë vetdije minimale, që njerëz që sjellin lirinë populli, ata janë vlera më e lartë e një shoqërie. Apo se që kjo ka njerë të bën me uçmend kur ti e sheh me sa lehtësi paragjykohen e sulmuan këta njerëz. Ndoshta pse është projekti, ndoshta pse është projekti i parë kolektiv, a është i imponuar prej politike. Në kuptim shoqëror unë e shoh kështu. Është projekti më i rëndësishëm historik në territorin e Dardanisë e Kosovës, kushtimisht me thonë, edhe më kulminant në kuptimin e arritjeve, sepse ne kemi qenë non-stop nën sundimin e dikujt dhe nën sistemin e dikujt me shekuj. Dhe ndoshta edhe nuk kemi ditë, dhe si duket hala nuk po dim, me kuptu drejt dhe me vlerësu drejt. Peshën e njerëzve të cilët kanë projektu dhe kanë mendu që liria nuk vjen vetvetijo. Ti mund të protestosh, ti mund të demonstrosh, ti mund të vajtosh, mund të përdorësh mira mënyra për të adresu edhe dhunën edhe presionin që populli i Kosovës e ka pas ndër vite në sisteme të ndryshme, qoftë në kohë paqeje, ta themi kështu kushtimisht në sistemet e kalume që kemi jetu. Por ne kemi kuptu si gjenerat që liria nuk vjen pa u quti vetë. Pavarësisht sa formacioni vogël ka qenë. Dy çështje kanë ndodhur. E para që kjo vetëdia, niveli më i lartë i vetdijes për me kuptu që ti dush mu qu, me u përshëndet me njerëz të shtëpisë, me vetën tonë se kur del prej derës, edhe nisesh në mal, ti nuk e din a ke mu kthy mu. Për mu që kjo është akti final. E parëndësishme është, a ke najt 10 ditë aty në ushtri, a ke shërby si mjek, a ke shërby në çështje të tjera, a ke pru armatim, e parëndësishme është krejt kjo për mu. Për mu është me rëndësi që ky akti njerëzor, final, me vetën dhe me familjen, për një çështje që është më e madhe se ti. Për një ëndër që është më e madhe se ty. Me sakrifiku edhe jetën me qitë në shërbim të... Dhe ideja që ne sot, këdo që është i vdekur, e nderojmë me respektin maksimal, përderisa njerëzit të cilët kanë qenë të njëjtë informacion, kanë bërë gjëra të njëjta me ata që nuk janë në mesin tonë, fyhen, etiketohen, linçohen, përbuzen, njollosen, për mu është e pafalshme. Për mu është e pafalshme. Sepse këtu ka një vindarse në fund fare. Një vindarse. Njeriut duhesh me ja dhon meritën për atë se çfarë ka bërë. Nëse personi nuk di ta vlerësoj pastaj dhe ta mirëmbaj meritën e atij kontributi në një kohë paqe, ajo është diçka tjetër që mua nuk më intereson. Dhe është proces i ndar, proces i ndar. Por pesha historike, kulturore dhe politike e këtyre njerëzve nuk mundet me u zbe. Nuk mundet me u zbe. Dhe këta kanë me mbet një dritë mbi historinë e Kosovës. U pëlqeu apo nuk u pëlqeu njerëzve. Por përkundër kësaj, shkelzen, unë mendoj që ne kemi obligime shtetërore, institucionale, sepse ne nuk mundemi me u sill, jo vetëm në raport me këtë kategori, por me asnjë kategori shoqërore, si në shoqëritë e pa organizuara dhe pa etabluara mirë. Lizo munova me nxjerr shto që kanëherë çash dverber po jemi, sa nështë për një pushtet politik, apo pa mëshirshëm dhe pa vetdije e godasëm një vlerë e cila është e përgjithshme. Unë veç edhe një send po du me thonë se s'po du me t'i marrë minutat këtu. Jo nështë më ta imponu, por edhe në te dim që, si me thonë, me vite, është nëzit që kjo frym për me arë deri të që kjo ndasi, që kjo rretje, që kjo tentativë për mja hup
vlerat shtyne njerëzit. Është e kot. Apo den. Unë po tregoj ty. S'po me vazhdon këtë pjesë, është e kot, po veç po du me thonë një send. Po është e kot. Kjo është e kot. Shikoni, është e kot sepse në histori këta njerëz kanë më mbet në histori. Nuk është dash në shtas me harxhu energji që është me diskutuar këto. Jo, është sa një pa diskutueshëm. Veç me e prun vendin e vet edhe me lënë gurin vendin e vet. Që sikur qitari që e merr, këtë qita që e gëzojmë sot, është fal sakrificës qytyne njerëzve të kësaj kategori. Veç edhe një gjë po du me e thonë, se s'po du me i marr minutat këtu, sepse sigurisht ke pyetje të tjera. Për mu, e para ka qenë derë jetës tame me bo diçka për këta njerëz. Sinqerisht, unë nuk kom qenë dikur që kom shku në mal, por për mu është shumë e rëndësishme që kom pas mundësi me bo diçka edhe me fshi pluhnin edhe me pru dritën e vërtet aty ku duhet me qenë, dhe më thonë për këtë grup njerëzish të cilët kanë pas ideale shumë të mdoja në një kohë shumë të paku. E ndroj ditën kur ne kemi me validizu me ligj çështjen e vlerave të luftës edhe kur përbuzja, linçimi dhe gjitha të tjera do më thonë kanë me undalu me ligj, sepse e thash në fillim dhe po e përmbyll me këtë, ne nuk mundemi me ecë përpara as si shtet, e aq më tepër si shoqëri, nëse ne nuk e kuptojmë që janë disa vlera kulminante të kësaj shoqërie për të cilat edhe nëse ka papajtueshmëri në kuptime individuale, personale, ato mbeten në sfond për idenë se çka përfaqësojnë ato vlera dhe çka kuptojnë ato vlera për Kosovën si shtet dhe për gjeneratat e reja. Historia jon e sakrifica e brezav ton në shta është dasht me ka argumenti mjaftueshëm që qëto nuk ka nevojë as me specifiku me ligjet të veçanta, se kom besu fuqishëm që ky popull nëse kur gjë tjetër nuk e din, ata që kemi vujt mas shumëte që u kanë liria jonë, që tonë është ta nuk është dashnë as me diskutu. Po, ama na duhemi në edukem, me pas rëfimin për historinë tonë të re, në kulturë, ka mundohet më shkatru. Në kulturë, na nuk kemi muze. Na semi të rrefyas gjenerata të reja. Këtu deshta me dalë, se unë e kemi përjetu. Ty ka vetë protagonist që saj që ka ndodhë, nuk po mrina edhe lindurve pas vitit 99. Kjo është sfida tjetër, sepse ti me këtë narracion, do më thonë që ne e shohim në sferë publike, ata ushqehen me këtë narracion. Ata nuk e dinë sakt krejt çka ka ndodhur, përveç në shtëpi ku ka një akter që ka qenë direkt në atë proces. Prandaj në procesin e edukimit duhet të ketë rrëfim për historinë tonë të re. Prandaj duhet të ketë muze i cili i përthëkon krejt këto copëza të historisë tonë të re, qoftë të UÇK-s ose formacioneve të tjera të rezistencës paqësore që kanë qenë shtys, kushtimisht me thonë për me tregu dhunën ose me shpërfaq aspektin e kontekstit geopolitik të asaj kohe, por që në fakt pa kulmimin e akterëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk të ndryshonte as gjendja mbrenda e as nuk do të kishte akter që e kanë kuptuar që duhet me urreshtu dhe me shku në atë drejtim. Kështu që për me pru këtë rrëfim të gjeneratat e reja, na si gjeneratë ndërmjetme e kemi obligim, që ato që e thash në fillim, me regjistru rrëfimet, me i trajtu njerëzit në kuptimin edhe ekonomik, me ju dhon peshën e vërtet ku e kanë në shoqëri, me i dhon rëndësi që fëmijët edhe nipat edhe mbesat e dëshmorëve dhe herojve të gjallë mos me uni të cënum nga kjo kakofoni, do me thonë që e ndëgjojmë një në raport me ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kështu që ka shumë dosende që duhet me u bë, edhe në kuptim shoqëror, edhe kulturor, edhe institucional, që rrëfimi jonë i përbashkët i luftës për liri me qenë në vendin e vetë. A pajtohemi, as pajtohemi, a kemi bindje të ndryshme politike, a kemi bindje të ndryshme në raport me jetën tonë të përditshme, ato janë fare pak të rëndësishme në këtë pjesë. Me shumë kënaqësi, Eliz, kena me bëni podcast kështu për shefi, me diskutu qëto tema. Po du më u kthy te fushata. Okej. Nëse nalmi në pikat shkurta me nëmru dështimet e këtij pushteti, edhe arsyet pse erdhëm deri te kjo situatë ku për 15 muaj pas pol zgjedhje. Edhe mandej me kalute që kjo gjuha fyse përqarse, linçuese.
E para... Cilat konsideron që janë dështimet më të mëdha të pushtetit Kurtit, nëse çdo ditë me këtë zonin po mundohemi me thonë që okej, Albin Kurti që erdhi si shpresë për zhvillim ose për me çu në nivele tjera shtetin ton, do po na u kthehet si një dëshpërim i madh deri në nivelet ku tash po shohim të mundu me promovu do far puseta tujt që më shumë janë qesharakës sa projekte ndoshta që i kish pas hije dikuj që mas 6 vite pushtet me ja prezentu qytetarëve. Dështimet. Mas pari po du me fol për investimet që i ka bo Albin Kurti, edhe është një investim i cili, frytet e cilit i gëzon Albini sot, edhe shoqëria jonë, do me thoni, përjeton, e është gjuha e urrëties. Gjuha e urrëties ka qenë investim, një ndër investimet kryesore, kushtimisht me thonë të Albin Kurtit, edhe kur ka qenë opozit, dhe ka vazhdu edhe në proces kur ka qenë opozit, që në format të ndryshme, qoftë me grupacionet e organizuara, qoftë vetë akterët direkt, televizjes dhe vendosje, gjdo dit, qëllimi kryesor është në gjdo fush me i personalizu gjanat edhe me i qitë në rafsh të etiketimeve dhe të linqimeve. Dhe frytet e saj, do me thoni kemi sot, e kemi shoqërinë e polarizume, të elektrizume, do me thonë, sepse shikoni dhuna konstante, denigrimi i njerëzve, qoftë në kuptim personal, qoftë në kuptim të peshës që ata kanë në histori, ose në sferë publike, pikpyetjet ndaj çdo kujt, ndaj çdo vlere dhe shpërbërja e sistemit vleror, kushtimisht ta them në një shoqëri horizontale ku kërkush nuk ka peshë dhe gjithkush është në pikpyetje sepse Albini e qet një pikpyetje për gjithë secilin nga ne, çto janë frytet? Që ky është investimi kryesor që ka bërë në ne Albin Kurti. Dhe frytet i keni sot kudo, në studio televizive, në kuvend, në hapësirë publike, në parking, ku rrehen njerëzit për një vend parking, do me thonë, në shesh, ose kuda. E dyta, që ka bukuruar në pozit, investimi vetëm janë shtesat. Do me thonë, Albin Kurti dhe lëvizja vetë vendosje, shoqërinë kosovare e she prapë qështu horizontal. Horizontal, shtes në she. Vetën në alt, edhe neve vish një shtes, aneks, kështu. Figurativisht. Figurativisht, konceptualisht, kështu po du me vizualizu. Njerëz me ideologjinë e tij politike është që sa më shumë që të varfresh popullin, më letë është i manipulueshëm. Kjo është çështja. Dhe ai pastaj si marioneta e ka mundësinë, domethënë, me i lëviz dhe me i shfrytzu, cili ndo nga ne, si shoqëri po flas, jo, tim politik nga ne, në mënyrën se si ai e projekton dhe e mendon shoqërinë kosovare. Sepse kur ti në emër të varfris jep shtesa, por e mirëmbon gjendjen sociale të tillë, sepse nuk t'intereson ty me pas qytetarin e Kosovës duke përparu. Me ja kriju mundësinë. Okej, gjendja sociale shumë familjeve nuk është e mirë, është e rënduar për shkak se inflacioni ka rrinë në 7.5, por tendenca për me mbajt non-stop, me mirëmbajt, do me thonë, këtë gjendje sociale, për mu tregon që kjo lloj qeverisje ka dëshirë që me e varësu qytetarin e Kosovës karshi shtetit. E në fakt kushtetuta e Kosovës projekton komplet diçka tjetër në natyrën e shtetit Kosovës. Ka fokus individin, të drejtat e ndryshme, edhe për ndërmarrësi, edhe për qenë kush ti dëshiron me qenë, edhe për t'u asociu me atë se çka dëshiron me u asociu, edhe për bindjet politike, edhe për bindjet fetare, edhe për gjithçka tjetër. Të gjitha lirit individuale i garanton. Edhe lirin për veprim, edhe lirin e shprehjes. Gjithmonë deri tek vija e hollë ku ti nuk e cënon palën tjetër. Dhe në këtë drejtim e keni pa. Atakimi i parë, domethënë, edhe investimi i parë është me gjuhën e urrëties aktorët politik. E dyta janë mediat. E treta janë organet e drejtësisë. E katërta janë bizneset të cilët e mbushin. A nuk mjafton veç pushteti politik Kurtit? Po nuk i mjafton sepse nëse flas për çet idenë kontrollit po më shumë të them, si ta them, përthëkimit të një komplet shoqërie brenda dy kështu supeve të veta, ti duhesh mi dobësu, i dobëson të gjithë, dhe të gjithë i bën të varur. Të gjithë bëhen të varur. Dhe jo të varur veç në kuptim ekonomik,
po flas të varur në kuptimin e mirëqenies që ti pastaj duhesh me dhonë qëto subvencione non stop, njerëzit, si ta them në shqip, vetë cenzurohen. Ase nuk e gjeja fjalën self-silent, kur ti hesht vetëm. Sepse duke folur, duke jap mendim që është ndryshe nga ajo se çfarë projekton shteti, jo, po çfarë projekton qeveria, e cila nuk e ndon shtetin prej pushtetit, atëherë normalisht që njerëzit fillojnë edhe vetë cenzurohen. Edhe mediat nga pak, pastaj edhe bizneset nga pak, pastaj edhe shoqëria civile nga pak, që po e shohim shumë të zbehur në këto 4-5 vitet e fundit, pavarësisht që ka aktorë që janë zëshëm duke thënë atë se çfarë mendojnë për problemet që sot i gëzojmë fal qeverisjes së keqe të Albin Kurtit. Domethënë, për me ta përthëku se e zgjata shumë, qeverisja e tij si investim e ka në mënyrë konstante gjuhën e urrëties, në mënyrë konstante mirëmbajtjen e varfërisë dhe një minimumi ekonomik të një shtrese të madhe të njerëzve, zbehjen e fuqisë ekonomike dhe pavarësisë së njerëzve që jetojnë nga puna e tyre dhe vullneti i tyre, zbehjen e fuqisë së medias dhe fjalës së lirë dhe mundësisë që ata kanë për të shpërfaqur anomalitë e pushtetit edhe problemet edhe abuzimet, edhe në të njëjtën kohë heshtjen e opozitës dhe defragmentimin e opozitës. Nuk është e paqëllimshme. Dhe këto zgjedhje që kanë ndodhur konstant, normalisht e kanë pas si projekcion edhe atakimin e drejtësisë, sepse ne sot do t'i kemi disa gjyqtarë më pak edhe në gjykatë kushtetuese, apo? Kur e prokurorin nuk ta ka zgjedh, apo? Do mund t'i kalon varur krejt institucionet. Çka s'ka bu, edhe gjithë apo ato pse nuk t'i thash. Unë me një fjalë këtë qeveri, muj me thonë qeverisje e fjalëve. Më vjen keq, do me thonë me fjalë nuk rregullohet shteti. Me shtesa mirëmbahet shoqëria, por nuk zhvillohet shoqëria. Albin Kurti dhe lëvizjave të vendosje idenë për shtetin e kanë në kontroll, por jo në zhvillim. Dhe nëse e shohin zhvillimin si diçka që veç shteti duhet me ofru, mendoj që kjo e cënon qëllimshëm prapo kthem natyrën e shtetit. Shteti i Kosovës është i projektuar të jetë rregilir, shteti i Kosovës është i projektuar të jetë që taksën ose paron publike ta ofroj, ta kthej mrapa të qytetarit në emër të mundësive, jo në emër të një, si ta them, shtese e cila e lën popullin, e bën të varur, po e bën edhe parazit. Pra mu më mungon në Kosovë sot njeriu punëtor, sepse ky e mbyt edhe zellin e njerëzve që punojnë. Isha në Gjilan, te një fabrik e biçikletave, edhe më bëri shumë përshtypje, domethënë, njeriu i cili e ka hap fabrikën 2004 vetëm për montim biçikletave, sot tash e 5 vite i prodhon biçikletat në Kosovë, për mua kjo kështu si më thon enlightening, kështu ndriçuese si fatkeqësia është ana tjetër se këto janë raste individuale e tepër të rralla me po në Kosovë, po i kena një 240.000 vetë që të kanë e kanë braktisë Kosovën. Eliz, jena para një fakti. Se nuk e gjojnë vetën as në institucion publik e as në treg të lirë. Ama tash du me dalë të tema që unë konstant jam kritik edhe ndaj opozitës. Kur nuk e kisha besu shpeshe për meni, në një shoqëri të cilën edhe atëherë kur nuk patëm provoj eksperiencë, e nashta nuk e patëm qëtë nivel zhvillimit media o shoqërisë civile, ditu me kanë të organizuar shumë a mirë se sa që po e shohim fuqinë sot. Themelet e shtetit Kosovës janë të projektuar në asnjë forme. Sot thuajse u kanë pamundshme me besu dikush që vjen në pushtet një parti me mbi 50% edhe synon me kap këtë shtyllat e shtetit. Te edhe ta imponon marrëveshjet politike, konsensusin, bashkëpunimin partijak. Pse është menu mirë që edhe është shumë e mirë, që unë e thamë shpesh nuk kisha dashur kur asnjëherë ma të besueshëm me alo këtë pushtetin në dorë. Sepse kjo në histori, në botë u dëshmu që gjithherë ka deviju keq dhe ka pas pasoja fatale për shtete, për njerëz. Qysh është bën me qëtë eksperiencë, me qëto parti politike të cilat janë tash e 3-40 vite, nëse marrëm LDK-n, EPDK-ja, shtetëndërtim, zhvillim, këto, edhe vim para një situate, ku tash e disa herë, nëse kemi qujt një farë
momentumi që u zhdash me ardhë 2019-2021 për shkak të rrethana, për shkak të qëtina racionit të madh që u vjell shumë, s'u zhvillu Kosova, një investimit gjatë që u bë prej lëvizjes vetëvendosje. Qysh po mrin Albin Kurti me manipulu masat e lëvizjave vetëvendosje me propagandë, me dështimet një pasnjeshme, me asnjë zhvillim, të shti Kosovën sankcione, të 20 miliard që sot nuk dijen kërkon, domethënë nuk po mund janë gjesin kërkon me thënë po që të rrugë krytëm. Me zero projekte ose premtime të realizuara këto, edhe më rrinë me ta mbajt qëtë nivel të mbështetjes popullore. E nuk po më rrini jo me botë të kundërtën. E para është propaganda. Edhe që kjo gjuha e urrejtjes. Kjo është e projektuar. Po që keni ndorë edhe ju me, si me thonë, me shkatërruqit propagandë. Nëse del sot me një propagandën shën lëvizjave vetëvendosje Albin Kurti, ju jeni pjesa e opozitës me reagu secila në çdo moment që mos me lënë që kjo propagandë me ushqy masat. Patjetër që po, por ne nuk kemi këso dhomash kuti ku kemi njerëz që paguajnë. Megjithatë telefonat i keni në dorë këtë Elisë? Me dhoni kontribut. Jo, personalisht për ty. Jo, nëse më lejo, dhe se përfundoj, më pajtona. Dhe më thonë, ta shpesha e aktiviteteve ose sasia e tyre, se sa ka qenë reagimi ose e ka mri efektin. është çështje mu diskutu, dhe duhemi me diskutu, sepse këto pikpytje që i qetë ti në raport me opozitën ose plot të tjerë, duhet me i shtjelu me sinceritet. Për me pas mundësi, patjetër që po, sepse na ndihmojnë neve. Për me pa vetën në dritën e vërtet, ose me pa si na shohin të tjerë, sepse unë nuk them që nuk kemi bërë. Nështë as kemi bërë mjaftueshëm, kjo është çështje që prap duhet me emace, unë se kom atë për vetën time. Reagime nuk është që s'ka pas, unë e kujtoj vetën time si dikush që ka hyrë në parlament në fund të vitit 2019, nga zgjedhjet e 7 tetorit nëse s'ka bëj, edhe nuk e di sa herë kemi pas konferenca për shtyp, nuk e di sa herë kemi pas reagime, edhe mbaj mend mos flas me emra të kolegëve të mi tash, kur dikush tha, nuk po na ndëgjon kërkush. Sepse shikoni, ndonjëherë si duket dush me pas autoparlantin më të madh. Ndonjëherë dush me amplifiku lajmin, dhe dush me gjetë mënyrën se si me bo atë gjë. Ndoshta pjesa tjetër është që partitë e tjera që kanë qenë në pushtet kanë punu gjatë për me mbritë ideja e krijimit institucioneve dhe punën me institucione dhe mënyrën se si e shohin raportin edhe pushtetin dhe vetën në raport me institucionet dhe jetën institucionale nuk e kanë projektu në kësi forme çfarë sot na e mundson edhe media digjitale edhe qyshe ka përdor zotri Kurti sa ka qenë në opozit. Sepse është ajo që e folëm fillim, është ajo ëndra dhe dëshira që ti në një ditë të bukur kime qenë dhe kime ndërtu institucionin. Unë e mbaj mend, nuk kam qenë në politikë atëherë, e mbaj mend kur u shpall pavarësia e Kosovës, disa kohë pas shpalljes pavarësisë, një deklaratë zotri Thaçi ka qenë kryeministër, pati thënë që ka qenë çështja për diasporën, edhe pati thënë që jo, diaspora duhet jetë e lirë, Kosova sot është shtet, nuk kemi nevojë ne me pas tash aktivitete të ndara partijake nëpër diasporë. Diaspora e njerëzve të Kosovës duhet të lidhet me shtetin e Kosovës, ambasadat tona duhet të shërbejnë të gjithë qytetarëve pa dallim dhe qytetarët tanë që jetojnë diasporë, që vinë në Kosovë, shpenzojnë në Kosovë, investojnë në Kosovë, ata e kanë të drejtën e botës me votu këtë dojnë. Po aktiviteti politik... Të diaspora në senalë, që kjo kanë të mirë, unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Është keq përdor pastaj prej zotit Kurti. Kanë thonë mjaftueshëm diaspora u shpërdor edhe financiarisht, edhe me aktivitete, edhe me mbështetje edhe me ata, edhe tash do të milion të lira, madje mbyll edhe deg që i kanë pas në për diasporë. E vërtet ne kemi mbyll. Që kjo është të mirën e diasporës, ndërsa sot e shohim një subjekt politik i cili përdor, madje keq përdor, edhe mënyrën ma brutale të mundshme kur po shkan atje pi ushqen me kësi që jeni ma patriota se na në Kosovë, ty bon halon ndarje diasporën, familjet tona atje dhe këtu, ju jeni ma patriota se ata në Kosovë, ju jeni ma punëtor se ata. E para është kjo, dhe më thonë, një investim i gjuhës urrejtjes dhe përçarjes së brendshme. Qëto e shumë atë rrezikshme se sa ndoshta dështimet në pushtet. Po da, ma shihi nivelet. Po shihi nivelet. Një investim mrena Kosovës, dhe më thonë me gjuhën përçarse. Një investim mrenda shqiptarëve në regjion. Dhe një investim tjetër për mrena diasporës.
krejt këto, do më thonë, kanë me prodhu dhe po prodhojnë pasoja të cilat krejt neve, qofshim diaspor, qofshim Preshev, qofshim në Tetov, qofshim kudo, kanë me na u kthy për të kesh një ditë tjetër. Unë vazhdoj me mendu që diaspora du të me qenë i lirë. Unë vazhdoj me mendu që ata kanë të drejtë të garantume me kushtetut me votu këtë dojnë edhe nuk janë njerëz ma pak të mirë ose ma pak patriot pse votojnë qoftë lëvizjen vendosjes, qoftë PDK-n, qoftë LDK-n. Absolutisht, është e drejtë e garantume. Por unë vazhdoj me mendu që ata du të me qenë lidhur me shtetin e Kosovës. Edhe me kërku që sa herë të vinë në Kosovë, që ajo rruga kur vinë prej Merdarës në Prishtinë me qenë ndriçun, me qenë ndriçume, mos me pas aksidente. Kjo rruga kur shkojnë për Gilan me qenë ndriçun, parku me qenë ndriçun, që investimi i tyre me qenë valede dhe me ju shërby njerëzve të Kosovës, ata me kapitalizu investimin e tyre që e kanë bo prej jashtë, me i dhonë Kosovës edhe vene pune, po edhe me kapitalizu investimin e vetë edhe në Kosovë. Me pa ndryshe në optik tjetër Kosovën, sepse unë e di që munden, ata gjithmonë kanë dhonë për Kosovë. Shtos pja realizën, po pja fyni inteligencën. Po jo, se unë e veç e shoh, cilët janë njerëz të diasporës që kanë një biznes të madh, që kultivojnë diçka ose kanë pru një brend të madh në Kosovë dhe punsojnë njerëz në Kosovë. A diçka do me thona për njerëz të Kosovës. Ma mirë është që atë investim e pru në Kosovë, mi maj 33 këto, edhe ti me kapitalizu krejt qëndrimin që ke qenë. Ndoshta edhe mu kthy me jetu këtu. Të paktën unë e di rastet shumë të atë njerëz që kanë qenë në Zvicër edhe në Britani që tash janë kthy. Do më thonë e kanë bo një jetë atje, janë shkollu fëmijët, prind janë kthy, këta që janë kon mosha jonë janë kthy, e gëzojnë jetën këtu, kanë bo disa biznese të vogla, por nuk janë ato që punsojnë shumë njerëz. Shteti du të më garantu që me qel vetën që kapitali i tyne që është atje me orë në Kosovë, jo veç me u shpenzu verës, po me u investu dhe me u shumë fishu, që kjo është për mu investimi, që mundet me bo diaspora dhe me lidh shtetin me qytetarin cili nuk jeton për momentin në Kosovë, po Kosovën e ka shtëpi, zemër edhe gjithë shka. Sepse që kjo lidhje që është ushqy gjithë, për mu është kapitali ma i madh që Kosova e ka. Sepse diaspora mës t'kish qenë, Kosova s'kish qenë shtetësën. UÇK-ja s'kish egzistu, rezistenca palësore s'kish egzistu. Ata e kanë ushqy çdo lëvizje historike në Kosovë. Dhe sot kanë mundësi... Tyne kanë buru prej që tja. Faleminderit. Dhe sot kanë mundësi me kapitalizu kapitalin që kanë atje, me shumë fishu në Kosovë, po me lonë në Kosovë, me prodhu vene pune në Kosovë, me i lonë 33-at, me jetu në Kosovë, me realizu andrat e veta në Kosovë, me kulturën e jashtit, edhe kulturën e punës, edhe kulturën e komunikimit. Unë e qështu e shoh diasporën. Edhe unë e di që ata mujnë me bo këtë në Kosovë. Ama shteti du të me kriju mundësi. Që kjo është ai shteti që unë po thëmë, që është i projektu me kushtetut, me kriju mundësi, që lau mundësia, me ta dhonë lijen shpejt. Mos me të bo pengesa rrugës, me të lidh me rrym e me infrastrukturë shpejt. Jo ti me bu investimin e mos me pas trafon aty 2 vjet. Jo ti me bu investimin e rruga mos me të ardh atje 3 vjet. Sepse ajo ta dëmton investimin. Që kjo është shteti. Që kjo është shteti shkelzen. Edhe që kjo është diaspora që duhet me qenë e lidhun me Kosovën. Leta votojnë këtë dojnë, janë të lirë, shqyr Zotit që dhe na jemi të lirë dhe ata janë të lirë. Por, si ta them, ngushtimi i kapitalit të tyne dhe ndarjet dhe pezmatimet qoftë edhe atje brenda familjeve për pushtetet edhe të Albin Kurtit, qoftë edhe tonat. Kjo nuk është drita që unë kam qef me konë diaspora jonë. Ata e njerë që kanë shku shumica për tyne nga Zori, kanë qenë për ndjekun politik, burgosun politik, dikush ka shku për shkak të mirëqenjes, gjeneratat e para e kanë pas shumë të vështirë, mishërimin në kulturat e tjera edhe, si ta them, aspektin ekonomik derisa kanë dalë në kom të veta që thëmune, kështu shqip. Sot janë njerëz të rëndësishëm, njerëz me kapital shumë, unë njoh në Zvicër, edhe fëmijët e tyre shkëlqejnë në për institucione ndryshme edhe në sport edhe në kulturë, në ndërtimtari, ka kompani të shumta, domethënë që sot ndërtohen në për Zvicër edhe për Gjermani. Imagjino ti atë kulturë dhe atë shije me e kthy në Kosovë, ose me ngjiz, të paktën një kompani shqiptare që është e konsoliduar me mirë jashtë, me një kompani të vogël këtu që me bo kapitalin bashkë, që kjo është për mua çka mund me bo mas mirti për Kosovë. Edhe që kjo është për mua kur sa herë vin ata me pa Kosovën. Wow. Ata jetojnë vene demokratike, ata jetojnë vene me infrastrukturë super sofistikume, kur vinë në Kosovë çdo vjet me pa që infrastruktura jonë, shërbimi jonë karshi qytetarëve të Kosovës po merr jetë. Që qështu është. Eliz, pjesën e fundit, po du me unal pak të fushata.
Unë alëm në një herë, po na tani në vëllu kafe. Që unë që të tema përveç, unë podcastin ma shumë e trajtojnë qëto, se më tha shumë sinqerisht, ndoshta unë ma damshëm për shtetin e Kosovës, e për qëtë popull e për qëtë vend tonin, e shë qëtë diskurs që u kriju, qëto përqari, qëto fyri, qëto rejti, qëto ndasi, se që tu marrin shumë ma tepër vite për mu përmisu, se nështë një dështim 4 vjeqar e qoftë 8 vjeqar. Pajtona. A veden, mos me shku në ekstreme më të mëdha, po kemi arë në një situatë ku mi thonë diçka halal të koftë vëlla dhe vjedhja Martin Berishajt, po veç mos na shka këtë lufta. Po. Tregom që po du me ta plotësu që të lutem. Po, sepse e maj men në një debat parlamentar s'po di për çfarë teme ka qenë, po ja kam thonë këtë çështje Albin Kurtit dhe lëvizjet e vendosje. Shikoni ky çka ka ka punu në një farë korruptimi mental, i cili nuk adresohet në asnjë institucion, sepse ai korrupsioni i Martin Berishajt, nëse veç për një me është krejt që ka ndodhur, është e vërtet, ai ka me shku atje ka me marrë një verdikt në prokurorinë në gjykata, po, edhe i Rozetës, edhe i këtyne të tjerëve të energjisë që janë aty, domethënë si kompani, krejt këto kanë me marrë një verdikt dikur, sado që zgjat procesi në institucion të drejtësisë. Korrupsioni mental, emocional, që zotri Kurti ja ka bëu kësaj shoqënie. Duke përqa, dhe më thonë slogani, përqaj dhe sunda, zotën që qështu, dhe më thonë edhe pëndodh, 100% pajtona me ty. Ka me qenë sfida maj madhe shoqërisë kosovare për me u rikuperu, do shta minimumin në 10 vit shenashëm. Dhe me kuptu që është në rregull me mendu ndryshe, është në rregull me votu ndryshe, që kjo është demokracia, dhe është në rregull na me ndajt bashkë me njëri tjetrin edhe pse përkasim në partitë të ndryshme, në mendimet të ndryshme. Dhe që aty fillon integriteti i vërtet. Kur na shikojmë njëri tjetrin sy, besojmë në gjëra të ndryshme, kemi shije të ndryshme, punojmë në parti të ndryshme, ose votojmë njerëz të ndryshëm, por ne qëndrojmë bashkë për disa vlera njerëzore, cilat nuk mujnë me na shkon, asnjë pushtet. E që kjo është projekti në cilin ne do të punojmë tona dimensione. Mënona mi thallë që ta është përshtirësinë më të madhe, se dhe thënë masat edhe poplin e ushqejnë që të rrejtjen propagandë, edhe shpeshherë i thëmone hajdi në Prishtinë, hajdi të në për qëto lokale të rreth aty, ti shetu nejtë në mëzveti. Po. Besa shumë për tyre në edhe miqë. Dhe më përdorët edhe ngëzite të rrejtje përqarje, linqime, këtë temat shëshnore për me përfitu ose për me majt një elektorat, si me thonë me një farë entuziazit. Ose është mënyra e vetme, me thonë drejtën, kjo sidomos, ka tjetër peshtash, me që janë në pozit, të tash sa kodë, me thonë kanë qenë në qeverisje, sepse kur kanë qenë në opozit, nuk e arsyetojnë këtë diskurs, kur hiq, absolutisht jo, por kanë qenë në opozit dhe kanë përdur çdo mjet për me marrë dritë dhe vëmendje edhe kështu. Por në qeverisje, kur ti e sheh që çdo parregullsi, çdo gabim, çdo lëshim, çdo proces korruptiv, çdo projekt që nuk e kanë përfundu, në mungesë të rezultateve të punës së tyre, domethënë këta çdo diskurs e kthejnë në aspekt personal. Sakt, fatkeqësisht. Fushata, njerëz. A je ty po realisht ndryshim? A je ty po një realitet ku njerëz thonë, okay, jena lodh me këto zgjedhje pas zgjedhjeve dhe me këtë diskurs politik që u bën. Edhe pe vrejnë qytetarët, si me thonë që atë luftën e madhe që ka qenë mes këtë partive tjera opozitare dhe pushtetit të Kurtit, se kush është fajtor që pëlqen vendin në zgjedhje. Po nisi prej kësaj të fundit. Realisht, po du me dëgju prej terenit, prej ati qytetarit më të rëndëmt atje, që merret me hallet edhe problemet e veta, cili po është reflektimi tyne. Po nisi prej fundit, fjalisë që veç me sqaru, do me thonë që një pushtet i cili ka pas 51% të votës dhe nuk ka ditë ose nuk ka dashur me kapitalizu në veprim, në qeverisje dhe në rezultate, normalisht nuk mundësh me qu topin të opozita dhe me thonë që opozita me patjetër ka desh me shku në zgjedhje. Shikoni, parimisht me shikun çdo shtet, në botë, opozita e ka për detyrë, do me thonë me të hek prej pushtetit. Por kjo është e pavërtet në kontekstin cilin kemi qëndru një vit e sa. Jo një më kritik, se nuk e keni luajtur qëtër. Në çfarë kuptimi? Që nuk keni ka opozit ndoshta qaq e fuqishme,
sa me tha, okej, që kjo është pushteti Albin Kurtit, po e nxjerr për binarëve këtë shtet, edhe na do të muqu, me bo protesta, me reagu, me bo aktivizm, çdo ditë që me nal qëta. Po me nej që i një ka shumë matë kujdesshëm, e ndoshta keni desh mos me i fry qëti zjarmi, që me nxit hala ma tepër urrejtje për qarje, sësa që ndoshta e kish bë lëvizjave të vendosur po të ishte në pozicion. Po të çetojnë kurthet, në fakt, me thonë drejtën, dhe njën kurthet që qoftë knej ose andej nëse kthehesh, ti dikun ki me shkel në një dras që mundet me qenë ju e duvuna. Çka nuk kupton zëri i opozitës, gjithmonë është punë pikë pyetje. Dhe unë jam që çdo medium, edhe shoqëria civile, me kërku llogari edhe prej opozitarëve. Por ka një gjë që është e palëkundën, përgjithësia në rend të parë kërkohet nga ata që kanë votë dhe pushtet. Pastaj tjera proporcionalisht ndahen. Dhe problemi këtu është që kohët e fundit, unë e di që në vullnetin e mirë, në dëshirën që me pa ndoshta opozitën edhe ma të zhurmshme, edhe ma aktive, opozita ka ecë në për te. Unë po flas tu për partinë time, për PDK-n, sepse nuk mund ta di se çfarë mendon LDK-ja. Në fakt, mendoj që në vitin e kaluar, pak edhe për faj të heshtjes së tyre dhe mos pozicionimit të tyre, a dëshirojnë të mbeten knej ose knej, kanë qëndruar në një farë zone neutrale, ne kemi pas pa mundun ta kemi ndoshta një blok të tillë që shu kërkohej nga ju ose nga të tjerët. Po to janë të parëndësishme tash sepse jemi komplet në një tjetër proces, por çka po du me thonë është që komplet diskursi publik që kam dëgju në kohët e fundit, në vitin e fundit, ka qenë më shumë i fokusum tek pse opozita nuk po bën zhurmë, pse opozita nuk po bën protestë ose nuk po thënë ose nuk po del atje me adresu në një formë tjetër këta çka po ndodhtu. Krejt këto mujnë me qenë të vërteta, por mandej vjen çaj kurthi tjetër. Edhe këtë pyetje, edhe këtë sfide kom pasë edhe me vetën. A kisha dëshiruar me pa Elizën në një format opozitar, çfarë unë e kom pa opozitën e LVV-s, kur unë s'kam qenë fare në politikë, e që kur se kom pëlqy. Kur hiç, sepse edhe aty ka një vi deri ku ti proteston, deri ku ti nuk don me adresu çështjen me shty, me pshtet për muri, por është një vi ndarëse. Unë që to, si Elizë, që e kom jetu krejt jetën të prej që kom hynë shkollë, i maj me protestat, përjashtimin prej punës, luftën, qenit refugjat, kthimin, ngazlimin me jetu të lirë, me bo institucionet. Unë e kom uqu me kall institucionina? Kur? Unë jo, që aty o vija ndarë si me mu. Institucionin jo, a pushtetin me rëzu, me gjithë mënyra tjera. Kjo është penalizimi i një vetdijes tonë institucionale. Që penalizon shumë njerëz që për një me kanë dhonë kontributonin, një personalisht, dhe më thonë me në këtë pozicionet ku keni qenë, ke dhonë një kontribut për me ndërtu që të shtetet që shëshri. Unë nuk muj dhe i qati me shku me dëmtu shtetin. Po, edhe unë e thonë publikisht këto. Qoftë edhe nëse kur nuk më shkel kama jam në kuvend Kosovës. Se unë këtë vend du me pa mirë. Edhe qasja jame, për te i reagimeve se edhe protesta nuk bëhet veç në rrugë. Unë kom protestu për shumë çështje në këtë vend që s'm kam pëlqyer edhe përmes ekspozitave, kongës, protestave, liria ka emër e tjera. Ka mënyra të ndryshme të bërit protestë edhe të tregimit të paknacis. Por për mu vinë darë se është unë, atë çka kom ndru si Elizë vogël, dhe i kom pa njerëz duke vdek për këtë vend, për me mri qatë qëllim, që me pas institucione që drejtohen nga ne, me krejt meta që i kanë. S'ka shtet që ka institucione që s'ka të meta. Projekcioni im për vendin dhe për shtetin është me qenë proaktiv, jo veç reaktiv. Edhe unë mendoj që tu opozita ndoshta duhet me bu pak ma shumë. Që tu mendoj që duhet me bu pak ma shumë, që ajo ideja e qenit proaktiv. Dhe jo gjithmonë në ato se që ka bënë Zotri Kurti, po një rrugë, një platformë, një zë tjetër shtesë, jo duke e mbyt edhe duke e mshef ato se çka ti je, identitetin tonë, po duke shtresu vlera tjera, duke sjell ide të reja dhe duke e diversifiku mënyrën e komunikimit edhe të përfaqësimit edhe të politikë bërjes. Për që ato kurtha që po flas, neve na është bo shumë presion, do me thonë për me mri deri që aty, edhe unë e di veç një sen. Është një thonjë, s'po dia ka thonë Einsteini, kush e ka thonë që
don't argue with stupid people, they drag you down with experience. Edhe këta, nëse na him të rinin e tyre të dhunës, këta më falë. Si për dhunë verbale, si për dhunë tjetër, janë të njohur, dhe me thonë, në historinë e Kosovës, dhe unë nuk hy në një teren për me qenë kopje e dikujt, dhe jo veç kopje, po që aty është vija. Sepse mendoj që ne në institucione jemi për me punu, edhe në parlament jemi që për mes fjallës, për mes punës dhe vefrave, me i shty senet për para me bu Kosovën ma të mirë. Dhuna nuk është për institucione. Sepse dush me lartësu dhe institucionin. Shnet. Faleminderit, se mundoha me urojt. Eliz, të falenderoj shumë edhe për para se më ta bëj pyetjen e fundit, po e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Jemi vetëm 2 ditë para ditës së zgjedhjeve. Qytetarët kanë më drejtu kutive të votimit e natyrisht në listën e PDK-s me numër 21 është jeni ju, Eliza Hoxha, edhe po jeni kaq të kujdesshëm. E si me thonë, nuk po dëni nuk po përdorni që ata që po kritikojmë disa njerëz këtë format ose këtë mënyrat për me ardhur deri në qëllim. Unë personalisht e vlerësoj nivelin intelektual dhe përgjegjësinë e secili njeri se çështu ndërtohet shteti, çështu jemi model. Çka pritni prej qiti rezultati, edhe kisha pas qef ndoshta Bedri Hamza, Orhan Ismaili i prim listës së PDK-s, Bedri Hamza si kandidat për kryeministër, me pak fjalë edhe ata që ka përfaqëson Eliza, edhe që ka i drejtohet qytetarëve pse duhet më ta dhënë besimin me i përfaqësuar kuvendin e Kosovës. Edhe njerë faleminderit Shkelzen, edhe ndjes se pyetje devijun në përgjigjet e mia, po më pëlqej muhabeti. Jo, bona shumë i sinqert se në dikush tjetër e shfrytëzon ton kohën, ndoshta me fol në veten e parë. Unë e bëj. Edhe ndoshta që kjo është arsyeja edhe pse nuk e ke pas të lash asnjëherë votën, se nuk je imponu. Domethënë keni një qasje këj tjetër, e ndoshta që ky është dash me ko modeli, e mi thonë mos u shkarravitni, e mos bëni kështu se që në çet formë fitohen të votat edhe njerëz të vlerësojnë edhe ta japin besimin me i përfaqësuar kuva. Faleminderit shumë. E para po du me mënal të një fjalë e thjeshtë e vetme që shteti për mua është përgjegjësi. Jeta publike, edhe jashtë institucionit, për mua është përgjegjësi. Fjala publike, edhe që po flasim në këto është përgjegjësi. Edhe liria e mendimit duhet me qenë e ushtrume deri aty ku ti duhesh me e kuptu që a ka me t'u kthy mrapa me të vra mas 5 vjetëve, ose kën ki me vra me fjalë, në thojza, dhe qysh ka me t'u kthy, jo ty personalisht, po proceseve, po edhe ty ndonjëherë. Prandaj ka peshë dhe prandaj ka përgjegjësi në çdo gjë që na bëjmë për publikun. Njeriu në momentin që del jashtë domenit privat dhe bën diçka për të tjerët, është qenie politike. Pavarësisht begjave partijake. Partia është një platformë, një një ide, një program mbi cilin ne vlerat afrohemi për shkak të vlerave të caktuara, për shkak të idesë se çka dëshirojmë të përfaqësu. Unë, nëse flas për veten time, tek kur kom hyrë politik, e kom kuptuar që të njëjtën e kisha bën një farë politike tamam. Kushtimisht me thonë sepse që të përgjithësinë e të qenit person publik dhe njeri i cili ka bërë diçka për publikun e kom pas gjatë gjithë jetës me aktivitetet e mia, me aktivizmin tim, qoftë civil, qoftë artistik, qoftë në sferën urbane, në çështjet e qytetit edhe zhvillimit urban. Dhe kjo manej të bjen të një diçka që është tepër e rëndësishme me kuptu na si qytetar, që është qytetaria aktive. Se na krejt s'kemi me qenë institucione. Na krejt kemi rol për me lujt, për me bo shtetin. Thonja e famshme para se me pyet shtetin çka ka bo për ty, pyete veten çka ke bo ti për shtetin. Sepse na kemi rol të gjithë. Dikush atje poshtë, dikush në lagje, dikush në spital, dhe të gjithë i shërbejmë dikujt ose diçkaje. Apo? Gjatë gjithë kohës. Dhe nëse e kuptojmë çet relacion, këtë marrëdhënie tonën me veten, me qytetin, me shtetin, me institucionin, mendoj që mandej pashitën gjaknat. Sepse secili e lun rolin e vet, edhe e merr përgjegjësinë e vet. Ti shko sa dush investon në një park. Nëse qytetarët aty, ti investon, ata i marrin ato farë lule, ato dryme vete. Që i bjen, shteti ka kryer një punë. Po qytetari s'ka qenë mjaftueshëm i përgjegjshëm.
ose vice versa, e kundërta. Dhe më thonë, qytetari ban, shtetit si bjen men që du të me shku me shërby, qytetarin lagjet vetë. Dhe më thonë, është marrëdhënie. Shteti nuk bëhet veç prej njerëzve që janë institucione. Shteti bëhet nga të gjithë ne çdo ditë. Peshën e përgjithësisë ma ne e kemi ndryshe. Kush është në institucion, kush është kryeministër, kush është në shkollë, kush është në punë, kush është atje në trafik, kush është në parking, fare pak e rëndësishme. Prandaj, nëse mu më ka përcjell një përgjithësi e peshës publike si person, edhe qoftë në muzikë, qoftë në art, qoftë në Universitetin e Prishtinës, unë me shumë kujdes i kom lujt rolet e mia. Deri aty ku kom menu që unë mëj me kontribu si Elis. Edhe unë e sot, nëse veç kom vendos me dalë në një tjetër shërbim, e që është prapë për publikun, po me pesh institucionale direkte, nuk kom u shkaravit. Nuk është për mu, së unë jo e plëtsume. Unë jam, e kom dërtu vetën, dhe nëse njerës më shohin si dikush që mëj me i përfaqësu, unë jam këto. E kom dhonë vullnetin tam, vazhdushëm, sot jam para juve edhe këto, edhe në fushat, për me tregu që unë jam këtu, për me qenë adresa e tyre nesër në kuvend. Nëse njerëz dëshirojnë, në më thonë, të votojnë. Çdo gjë tjetër pastaj është testisur. Mund të ndodhë një herë me një inercion caktum, me një projekcion caktum, me një frym caktum, se ndodhin këto gjëra, edhe në jetën e përditshme edhe në politikë. Por pastaj ajo bjen shpejt poshtë. E unë jam idhëtare e këtyne hapave që thonë mos me shku me lift atje nalt, po me shku gradualisht. Dhe në këtë proces të ndërtimit të vetës, mendoj që kom një farë paqe me vetën. Nuk më pengon edhe nëse nuk jam nesër në kuvend. Kam dëshirë, prandaj jam në listë. Por kthehem dhe i bëj punët e mia me ato përgjegjësitë e tjera, domethënë për vendin. Sa i përket programit tonë dhe të Bedri Hamzës, Uran Ismailit, që është pas tij dhe të tjerëve që i kemi në listë, ku secili ka një peshë edhe profesionale edhe politike, e them me plot përgjegjësi, po do kë jam pëlqen sepse edhe në kohët më të vështira, edhe nëse nuk din në sen me bu, i gjen njerëz të mirë për me kry një punë. Domethënë është veçoria e parë që më pëlqen tek Partia Demokratike, e bojnë të pamundunën për me mri një rezultat edhe besojnë që me pak njerëz mujnë me nisë edhe me nxit edhe me cyt ndryshime. Edhe që kjo i ka si më thonë, ka qenë si përfaqësim edhe në kohë lufte edhe në kohë paqeje. Edhe guxojnë edhe mi shty kufit, guxojnë edhe me besu në diçka që është më e madhe se ata. Edhe për shatoj kemi sot, plot projektet kryme, plot autostrada, investime kapitale, cilat sot kjo qeveri as me i mirëmbaj, do më thonë nuk arrin. Që dhe që kjo është qeverisja. Do më thonë, e para lidhet me vullnetin. Vullnetin për me zhvillu, për me hecë për para. Edhe nëse nuk e ki kapitalin njerëzor, më të mirin të mund shumë njëherë, e gjenë nëse ki vullnet. Politikë bërja, nëse s'ka vullnet politik, nuk hecë. Mund është me pas dijen e botës, nëse s'ki vullnet më që me punu, këtë është. Këtë qeveri që e kemi pa, nuk e di ajën të meqëm, ajën të mirë, ajën të këqi, se nuk i cilësoj njerëzit në asnjë mënyrë dhe fare pak e rëndësishme është ajo, se jemi njerëz të Kosovës, shqiptar, në rregull jemi, por unë shoh mungesë vullnetit politik televizave vendosje për zhvillim dhe unë shoh tendencë për ta ndryshuar natyrën e shtetit Kosovës përmes sistemit demokratik, përmes institucioneve, duke i zhbë institucionet dhe duke kriju një univers paralel me institucione të një natyre tjetër. Veç po përmendi gjandarmërinë, që s'ka nevojë se e kemi policinë tonë, e kemi FSK-n, veç po e përmendi, do me thonë, institucione fantome që i shpikin, do me thonë, kot e kot, dhe në të njëjtën kohë, do me thonë, proceset të caktuara, të cilat këta natën nën hije, do me thonë, i shtyjnë përpara ose ligjet caktuara si ligji, do me thonë që është për shtetësinë, duke kriju rrethon surreale të një patriotizmi dhe nacionalizmi për shqiptarët në Kosovë dhe duke implementu në të njëjtën kohë marrëveshjen e Ohrit dhe një agjend tjetër, domethënë që ne nuk e shohim, po besoj që në të ardhmen e afërt kemi me kuptu pak më. Eliza Hoxha, faleminderit shumë, ke kënaqësi. Mendoj që është modeli i njerëzve që i dashur me na përfaqësu në kuvendin e Kosovës, me këtë mirësi, me këtë kujdes, me këtë sjellje mbi të gjitha intelektuale dhe qytetare. Faleminderit. Falenderoj edhe një herë. Faleminderit, shkelzen kënaqësi.